Ndryshimet klimatike kanë intensifikuar temperaturat në të gjithë Evropën këtë verë, duke çuar në 16.500 vdekje, sipas ekspertëve të klimës dhe epidemiologëve. Në një studim të ri, ekspertët analizuan 854 qytete evropiane dhe zbuluan se ndryshimet klimatike ishin përgjegjëse për 68% të 24.400 vdekjeve të llogaritur nga inxeti këtë verë. Studiues nga Imperial College London dhe London School of Hygiene and Tropical Medicine, të cilët u lloqën analizën, paralajmërojnë se ky është vetëm një tregues i numrit të vërtetë të viktimave. Qytetet e studiuara përfaqësojnë vetëm 30% të popullsisë së Evropës. Vendet më të goditura nga një valje të vetme të nxehtit ishin Rumania, Bullgaria, Greqia dhe Kipro, ku nga 21 deri më 27 korrik ku regjistruan rreth 950 vdekje nga inxeti. Kjo përkthehet në rreth 11 vdekje në ditë për çdo milion banor. Kryeqytetet evropiane që patën më shumë vdekje ishin Roma, Athina dhe Bukureshti. Në të gjitha 854 qytetet, ndryshimet klimatike ishin përgjegjëse për 4.597 vdekje të llogaritura nga inxeti në Itali, 2.841 në Spanjë, 1.477 në Gjermani, 1.444 në Francë, 1.147 në Mbretërinë e Bashkuar, 1.064 në Rumani, 808 në Greqi, 552 në Bullgari dhe 2.068 në Kroaci. Personat mbi 85 vjeç përbënin më shumë se 40% të totalit të vdekjeve dhe ata mbi 80 vjeç pritet të përbëjnë 15% të popullsisë së Evropës deri në vitin 2100. Evropa është kontinent që po ngrohet më shpejt në botë, dhe ndërsia është një kërcënim në rritje për popullsinë e saj që po plagtet me ritme të shpejta. Studimi vlerëson se rreth 24.400 njerëz vdiqën si rezultat i temperaturave ekstreme në këto qytete. Por pa ngrohjen e shkaktuar nga aktivitete njerëzore, 16.500 nga këto vdekje mund të ishin shmangur, që do të thotë se ndryshimet klimatike ishin përgjegjëse për 68% të vdekjeve shtesë. Rreth 70% e njerëzve në Evropë jetojnë në qytete dhe ky raport pritet të rritet deri në 80% deri në vitin 2050.